bllokimi që i bëjnë drejtësisë dhe mbrojtja që i bëjnë vjedhjeve miliardësha të Edi Ramës dhe Lulvi Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Por kur pas kësaj deklarate të krehut të Partisë Demokratike, socialistët e bën fakt se do të ndryshojnë barazinë në Komisionin e Reformës Territoriale, me ultimatumin e fundit këtë të mërkur, të parët që kundërshtuan ishin deputetët e tij. Në mbledhjen që Kryedemokrati kishte thirrur paralel me mbledhjen e Komisionit të Reformës Territoriale, deputetët ja bën të qartë se bojkoti nuk është zgjidhje. Jemi bërë si filmi dy hermat, edhe akullore dhe çokoladë. Shkojmë në parlament, nuk shkojmë në dy komisionet më të rëndësishme. Duhet të shkojmë të shpalosim atje opsionin ton për qytetarët. Nuk duhet ta lëmë hapësirën bosh në Komisionin e Reformës Territoriale, pavarësisht nëse na dëgjojnë apo nuk na dëgjojnë. Ne shkojmë për qytetarët dhe interesin publik. Të jemi aty për të gjësat me ekspertët për të dhënë zgjidhjet tona, që qytetarët na dëgjojnë se si ne duam reformën territoriale që të shërbejë atyre. Kundër qasjes së Berishës për bojkot, dolën edhe emra të ardhurishtasi në kuvend si Arjan Doja, apo edhe ndër besnikët e tij Tritan Sheu, që edhe pse deklaroi shndrimin kundër bojkotit, gjithsesi vuri në dukje se hapësirat e opozitës në parlament po ngushtohen. Menjëherë pas tyre qëndrimeve në mbledhjen me dyert të mbyllura, Berisha u tërhoq duke nxjerrë Luciano Boçin të deklaronte se territorialia nuk do të bojkotohet, duke i shtrirë dorën bashkëkryetarit socialist Arbian Mazniku për mbledhje konsensuale. Unë jam i detyruar, duke respektuar etikën parlamentare por date politike, ta njoftoj për gatishmërinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antarëve të këtij komisioni për të bashkëvijuar pikërisht këtë reformë që duhet thënë është e rëndësishme. Demokratët prej 4 mbledhjesh nuk merrin pjesë në tryezën e Komisionit për Reformën Territoriale, ndërsa Partia Socialiste tashmë duhet të heqë nga rendi i ditës prishjen e barazisë së numrave dhe heqjen e bashkëkryetarit të opozitës të planifikuar për të votuar nesër në seancë plenare.